Edhe pse puna me tokën shpesh shihet si një fushë ku nuk angazhohen shumë gra, historia e Mevlide Vrajollit tregon të kundërtën. Ajo është një shembull i një gruaje që ndjek gjithë procesin e punës me përkushtim të plotë, nga hapi i parë i punimit të tokës e deri te produkti final. Me durim dhe kujdes, ajo kultivon bimë aromatike të cilat më pas i shndron në qajra natyral, vajra dhe produkte të tjera të dobishme. Historia e saj është një dëshmi se suksesi nuk vjen gjithmonë nga rrugët e zakonshme, por shpesh nga guximi për të nisur diçka nga e para. Fillimisht nuk kam menduar se do të kthehem në këtë drejtim. Mirë po, munges një vendit punës, se unë kam mbaru fakultetin, edhe kam apliku shumë, s'kam pas fat më punësot. Bim t'i kam pas pasion gjithherë, që si e vogël, më duket se jam rrit me bim, edhe kam vendos me ardhë më shatë këto, me fillu diçka krejt prej mendjes tem, që më ka marrë mendja që ka më u pëlqy shumë kjo punë, edhe kemi fillu me qëto bimë që i kemi këtu. Me çka ke fillu? Cila ka qenë ajo bima e parë që e ke mbjellë në tokë? Me të drejtë, unë kam fillu në gusht, fillim të gushtit, vetëm sa me testu tokën. Edhe më ka pëlqy ashtu, thash, hajte bëj një provë një herë. Kam mbjellë një vend shumë të vogël me sallatën e rukola. Edhe e kam pa se është toka shumë e mirë, që s'ka nevoj as me u ba me kur far pleho, se ka qenë toke e djerë, e pa punu me një kohë gjatë, edhe e kemi mbjell, është bo aq mirë, ajo sallata aty, se ajo më ka shty, mandej me hy ma shumë, me punu ma shumë, edhe me zgjeru, qështu që kemi zgjeru sot. Ka kohë që ju keni fillu me punimin e tokës, me mbjelljen e bimeve të ndryshme. Sa u bën tash? Sa vite? Tash e kem 10 vjetë, tash e kem 10 vjetë, po. Sa ka qenë e vështirë për ju si grua, sepse gjithçka me dorën tuaj e keni bërë këtë punë, edhe në ndihmesën e familjes, mirë po puna kryesore ka qenë prej jush. Po, punën kryesore e bëj vet i bëj fidanet, vet kujdesna për to, edhe mbështetjen e familjes e kam pas, normal gjithherë, mirë po, në ato ku janë më të ndihshme të jam vet gjithherë. Mevlide Vrajolli sot kultivon lloje të ndryshme të bimeve aromatike, të cilat janë gjithnjë e më të kërkuara në treg. Jo, po gjitha llojet janë bim me erë. Rozmarinen e kemi një shumicë më të madhe, sepse kemi tregun më të mirën me rozmarinë. Kemi menten, kemi pak sallat rukolla, kemi livanden, kemi koprën, tash edhe pak, se koha do të më nxjerr pak, i kemi edhe disa bim tjera, borzilokun, koprën, koriander, kështu. Kjo është koha kur bëhet mbjellja e disa prej këtyre bimëve? Kjo është koha që duhet mbjell, se kjo toka këtu ku na jemi, është pak e ftohtë. Nëse është në serë, është ma shpejt, por nëse duhet për jashtë, duhet me prit edhe pak, derisa të ngrohet pak toka, sepse është pak e ftohtë. Ka shumë ujë edhe për atë arsye është e ftohtë pak. Zakonisht Mevlide për pjesën e tokës i kanë kushtu më shumë kësaj pune pjesa e meshkujve. Me më tregu tek pjesa e juaj si grua, sa është e vështirë si zanat, si profesion tashmë, sepse ju e keni kaluar nga pasioni edhe në profesion. Bujësia nuk është një punë aq edhe e lehtë. Mirë po, nuk mëj me thonë se edhe është shumë e vështirë, sa që mos mujnë gratë me punu. Çdo punë është e vështirë, gjithçka kur don me punu dhe mundesh me arrit me punu. Nuk është sikur më herët që ka qenë për shembull, s'ka pas mjete, s'ka pas kushte, gjithçka është punu me dorë, është punu me shate, me ato tjerat. Mirë po sot ka makineri që e ka 90% punës e lehtësojnë, edhe veç a do njëri më marë, se punë më e mirë më. I përmende makinerit.
Çka kërkohet prej makinerive për më u punu kjo pjesë e tokës? Po, zakonisht punohet me kultivator, për shembull, sera jashtë me traktor, me ato. Ju i keni mësu, po më duket tash edhe me i dhënë edhe traktorit edhe gjitha, nuk është e pjesa veç e mbjelljes. Gjitha. Gjitha i bëni vetë. Gjitha i bëjnë vetë. Edhe lavrojna me traktor edhe me kultivator. Edhe këtë sistemin që e kom krejt këtu me durët mija, nuk është që kom pagu dikën edhe nëse nuk është një punë e vështira, jo, kush do me punu e punon, nuk është një problem. Sa hapësirë ka ku bëni ju mbjelljen e këtyre bimeve? Sa keni arritur me e zgjeru pjesën e kësaj toke që ju ta shfrytëzoni për bimet? Si që përmena më herët, fillimisht kam fillu me një 5 metra vend. Edhe me kalim të kohës, duke pa kërkesën e madhe që kam pas për ato produkte që janë 100% bio, kam arrit me bë një serë të vogël, se s'kam mendu se po zgjerohena, se s'kam ditë se sa ka kërkesa. Edhe e kam pas se sa herë që kam prodhu, kam dalë mungesë, do të thonë s'kam pas boll me furnizu ata cilët kam ble prej meje. Përpara se të shohem një sport ku ju i keni disa produkte të finalizuara nga këto bim, du të ndalim edhe të kjo pjesa e kërkesave që e thatë dhe ju. Tregun tuaj, përveç se në Kosovë, keni arrit të zgjeroni edhe jashtë kufive të Kosovës, cili është ai synimi yt, ai misioni që e shenë të ardhmen? Po, ne kemi dalë edhe jashtë kufive, se kërkesat janë shumë të mëdhaja. Kemi arrit me hap edhe një dyqan me këto produkte, se kemi pas qëllimin që nga fara, nga kultivimi, nga përpunimi deri në dorën e konsumatorit të shkojnë pikrisht nga dora jonë. Do doja me vlidhe të ofrohemi tek pjesa e fillimit të kësaj sere, të shohim nga afër disa prej bimeve që janë këto hapësira të serës, e pashtu edhe disa prej produkteve që i kemi tek ajo shporta që janë të finalizuara, dhe do më tregoni më shumë se çka sot ato qajrat, vajrat, se çka mund të kultivoni nga këto bim. Për pas rosmarinës i kemi edhe disa fidone që ta shpresim me i qitë jashta, me i kultivu ma shumë. Për shembull, kjo është pelini, që sikur që ai është mjaft i kërkum edhe për tregun. Timos vulgaris, kjo bima këto, e cila është një erëz shumë e mirë, sidomos për përgatitjen e peshkut, edhe mishin e qingjut, që është mjaft e kërkume. Kjo është një bim e cila quhet spearmint, ose mint e ujit. Edhe kjo merret për ujë, për detox që qesin shumë, por merret edhe për qaj. Edhe ka shumë benefite të mira. Këto që i kemi, që po ishin edhe jo, janë fidane livande, janë të bëme. Duhet me prit edhe pak derisa të bëhen, se kemi një pjesë kemi për vete, cilat i qesim në atje dhe i mbjellëm, dhe një pjesë kemi të porositna nga qendrat e agroturizmit, që i kërkojnë ato se duhet shumë si bime dhe për atë arsye. Kjo këto është kopra. Është një bim mjaft e kërkuar, edhe si erëz e freskët, mirë po edhe për qaj. Përveç aty në bimve cilat jo i patë në serë që i kam, ne jemi duke i mbledh edhe bimet spontane të cilat na i falë natyra. Për shembull, po nisëm nga kjo këto. Lulera dhiqja, tash veç i kemi ba lulen, e kemi marrë, e kemi tha edhe gjethet, më vonë duhet t'i marim edhe rajt, që kemi ba edhe qajna të ndryshëm. I kemi edhe hithrin atje, i cili është i bom me 100% bio, dhe këtu nuk ka pas kur asnjë lloj spërkatje, mu për atë arsye edhe këto barishtat pak kanë dalë, mirë po veç shkaku që nuk guxoj me përdor asnjë lloj spërkaturit. Kemi edhe knej, tjerat,
E kemi atje hithra për port, e cila na është kërku shumë si qaj. E kemi edhe këto barën e macës që i thonë. Edhe kemi edhe tërfilin e kuq në pjesën andej. Kemi edhe shumë lloj tjera të bimëve që i mbledhem dhe i thajmë i bëjmë gjitha qajra. Nga gjitha këto bimë, Mevlide Vrajolli sjell shportën e saj me shumë produkte finale, që mbartin aromën dhe punën e saj të përkushtuar. Gjithçka janë prej bimëve që i kultivojmë, edhe prej bimëve që i mbledhim në fushë të hapur. Për shembull, ky çaj këto që është prej gjethet tradiqes, edhe kjo mjalta këto është prej luleve tradiqes, ndërsa ky vaj këto është prej rozmarines që e bojna vetë, edhe është i kontrolluar për institutit bujqësor, që është 100% i sigurt për më përdor. Edhe kemi edhe kremat, për shembull, edhe këto kremat këto që i kemi edhe sapunat që i bojna prej bimëve gjithë, e kështu. Historia Mevlide Vrajollit dëshmon se puna e palodhur dhe lidhja e fortë me natyrën mund të shndrohen në një histori suksesi të vërtet. Sot, shporta e saj me produkte finale nuk është vetëm rezultati punës së përkushtuar, por edhe një simbol i guximit për të ndjekur një pasion dhe për ta kthyer atë në vlerë të qëndrueshme.